Ziliqari, kur të mirat e të tjerëve bëhen burim vuajtjeje. Zilia është ndër emocionet më të vështira për të pranuar dhe më të rënda për të përballuar. Ajo nuk është thjesht një ndjesi momentale që na përshkon si një erë kalimtare, por një përjetim i thellë emocional që lidhet drejt për drejt me ndjesinë e mungesës, me bindjen e brendshme se nuk jemi mjaftueshëm. Dhe me plagët e fshehura të vetvlerësimit të cunguara që rrjedhin nga përvojat të hershme të mosvlerësimit, krahasimit dhe refuzimit. Zilia është më shumë se sa një mospëlqim një thjesht për suksesin apo lumturinë e dikujt tjetër. Ajo është një dhimbje e heshtur që na thotë se nuk jemi aty ku duam të jemi, se nuk kemi atë që mendojmë se na takon. Se jeta po na rrëshqet nga duart ndërkohë që të tjerët ecin përpara. Në këtë kuptim, zilia është një pasqyrë e errët që reflekton zbrazëtinë tonë të brendshme. Psikologjikisht, zilia është një reagim kompleks që aktivizon zonat e trurit të lidhura me vetvlerësimin, vlerësimin social dhe ndjeshmërinë ndaj padrejtësisë. Studimet kanë treguar se kur përjetojmë zili, aktivizohen të njëjtat zona të trurit që janë të përfshira në përpunimin e dhimbjes fizike, gjë që shpjegon pse zilia, në formën e saj më të thellë, ndjehet si një plagë reale. Një djegje e brendshme që na konsumon. Ziliqari nuk është thjesht i pakënaqur me atë që ka, ai është i munduar nga ajo që tjetri ka. Dhe në këtë mënyrë, vështrimi i tij nuk është më i lirë, ai është i fiksuar pas fasadës së të tjerëve, duke humbur çdo lidhje të ndershme me përmbajtjen e vet. Në thelb, zilia është një krizë identiteti. Ajo lind kur individi nuk ka një ndjenjë të qartë të vlerës së vet dhe ndërton vetvlerësimin në bazë të krahasimit me të tjerët. Ky lloj vetvlerësimi është i brisht, i kushtëzuar dhe i pavendosur, i varur gjithmonë nga prania e dikujt që ka më shumë. Kur nuk kemi një bosh të brendshëm të stabilitetit psikologjik, çdo arritje e tjetrit përjetohet si një dështim i uni. Dhe sa më shumë të ndjejmë se nuk jemi të mjaftueshëm, aq më shumë zilia na pushton, na izolon, na ndan nga të tjerët dhe, më e keqja, nga vetvetja. Nga ana klinike, zilia kronike lidhet shpesh me çrregullime të personalitetit si narcizizmi i fshehur, ku ndjeshmëria ndaj refuzimit dhe mungesa e ndjesisë së vlerës së brendshme çojnë në krahasime të vazhdueshme dhe përjetim të thellë të çdo forme. Suksesi të huaj si kërcënim. Por edhe jashtë diagnozave formale, zilia mund të bëhet një burim i madh i shqetësimit mendor. Ajo rrit nivelin e stresit, ul kapacitetin për të ndërtuar marrëdhënie të shëndetshme. Nxit ndjenja të inferioritetit dhe përfundimisht kontribuon në depresion dhe ankth. Një person që përjeton zili në mënyrë të përsëritur nuk është në gjendje të krijojë një narrativ pozitive për jetën e vet. Çdo histori personale ndërpritet nga krahasimi me një histori tjetër. Çdo fitore vetjake zbehet nga iluzioni se dikush tjetër po jeton më mirë. Më e trishtueshmja është se në një epokë digjitale, ku çdo sukses dhe çdo emocion pozitiv publikohet, krahasimi është bërë i pashmangshëm. Rrjetet sociale i shtyn njerëzit të tregojnë versionin më të mirë të vetes, ndonjëherë edhe më të rrem, duke i ushqyer ndjenjat e pakënaqësisë të ata që shohin. Dhe kështu, një lloj realiteti virtual i zbukuruar fillon të ndikojë në përjetimin emocional të realitetit tonë të brendshëm. Në vend që të krahasojmë jetën tonë reale me jetën reale të të tjerëve, ne e krahasojmë me një version të filtruar, të kuruar, të edituar dhe gjithmonë dalim humbës. Por zilia nuk është një fatkeqësi e pashmangshme. Ajo mund të trajtohet dhe shërohet përmes ndërgjegjësimit, vetreflektimit dhe zhvillimit emocional. Njohja e ndjenjës së zilisë pa turp e pa gjykim është hapi i parë. Shumë njerëz e mohojnë atë sepse e ndjejnë si turp, si diçka që i bën të duken të vegjël. Por e vërteta është se zilia është njerëzore dhe mund të jetë një mundësi për rritje nëse trajtohet me ndershmëri. Praktikimi i mirënjohjes ndihmon në rikthimin e vëmendjes tek vetja. Kur mësojmë të shohim çdo gjë të vogël që kemi si një dhuratë, zilia fillon të zbehet. Po ashtu, ndërtimi i vetvlerësimit në mënyrë të qëndrueshme përmes punës së brendshme, zhvillimit personal, dashurisë për veten dhe pranimit të mangësive, na ndihmon të mos e shohim më jetën si një garë me të tjerët, por si një rrugëtim individual. Kur njeriu fillon të ndjejë gëzim të sinqert për suksesin e dikujt tjetër, kjo është shenjë se ai ka gjetur paqen me veten. Dhe kur zemra jonë është e qetë, zilia nuk gjen më vend. Sepse në fund, ziliqari nuk është një person i ligë, ai është një shpirt që vuan. Ai nuk vuan nga mungesa e pasurisë, suksesit apo dashurisë, ai vuan nga paaftësia për të njohur, ndjerë dhe vlerësuar të mirat që ka në dorë. Liria psikologjike nuk qëndron në arritjen e gjithçkaje që kanë të tjerët, por në ndjesinë e plotësisë me atë që jemi. Dhe kjo liri fillon kur mbyllim syt ndaj jetës së të tjerëve dhe i hapim ndaj vetes. Sepse për të shijuar kopshtin tënd nuk ka nevojë të shohësh mbi gardh, mjafton të përkulësh kokën, të shohësh lulen që po lulëzon aty pranë këmbëve të tua dhe të thuash, kjo është jeta ime. Dhe kjo më mjafton.